Roli i hoxhallarëve në mbetejën e Koshorës faktosh që ka qenë pozitiv, ka dhënë moral të shqiptarët, të pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këta janë të kyçur në luftime në muajin maj, në fillim të muajit maj, edhe pikërisht nga une me datë sa dije 3 maj është kërkue komandanti tyne t'ja sqaroj vijen e parë ka rasa, vetëm po flasë për drejtimin në rasë dhe ku shtrihen forcat serbe. Ka qenë një komandant që kanë thonë është me origjinë turqisht, ka përkthy një shqiptar nga Shqipja që kun folon në turqisht dhe me 5 mars këta marrin 5 maj në fakt kyçen luftime dhe atë ditë bie një numër dhe i tyne ku janë zhvillu luftime shumë tashpra, me ta ka komandu nga distanca Fadil Hadergjoni, ku i kemi dëgju përmes radiolidhjes. Kam kërku une që ata të pozicionohen që i pase përkthyesi shqiptar. Lajmëroj se u vran 2, u vran 3, u blagosen, edhe kum kërku të pozicionohen që t'i sulmojnë nga ona e si për me. Pikërisht kam kërku nga Fadili mu koordinu, ka thonë ju vetëm mani pozicionet dhe vazhdoni, në këtë pjesë është gjithçka në rregull dhe ma tepër nuk kam çka thonë për Shefqetin se gjatë luftës ndoshta imi takue, ka po e kum po se moj men.